Normalisht se ne si musliman edhe hoxhallar edhe xhamat fatkeqësisht në këtë 2 dekadat e fundit jemi ballafaquar me një edukim të mbrapsht gabuar që disa individ e ushenin me te xhamatin që fillimin e udhëzimit të tij ta bënte duke shoh hoxhallat, ulemat, dietarët, imamët, hafëzllarët, shërbetorët e fesë. Dhe kur të analizosh këtë fenomen, e vërejnë se një pjesë do të e bën këtë veprim nga shkaku i edukimit të vrasht që e ka ai, qoftë nga familja, qoftë nga ai që e mëson. Dhe në mungesë të aftësisë së tij për të perceptuar, për të kuptuar mirë qëllimin dhe objektivat e hoxhallarëve të caktuar, e merr guximin me i shata ose me i llogarit të dalur nga rruga e ehlisunnetit, apo të devijuar, apo bidatxhi, apo liberal, apo murxhia, apo lloj-lloj etiketimesh. Këta në njetë sinqert, mirë po në pa aftësi për t'i perceptu mirë kuptimet e meseleve të fesë, e morin guximin të shtyr nga ata që i mësojnë të artikulojnë këtë mendim gabuar të tyre dhe të bëhen, do thot, një lloj kujdestari ndaj qëndrimeve dhe fjalimeve të hoxhallarëve dhe ulemave. Dhe e gjenë në rrjetet sociale, ata janë, do thot, të gatshëm çdo postim, çdo fjalim, çdo ligjërat që thuhet në favor të unitetit të muslimanëve dhe të objektivave të mëdha të shariatit, që bien desh me mendimet e tij apo të atij që e mëson, automatikisht ai bën reagimin e tij të vrasht edhe të egër, edhe do të normalisht në formë përjashtuese ndaj atij hoxhe ose atij xhamati ose atij qendrimi. Një pjesë tjetër bëhen vegël e strukturave të caktuara të cilëve u pengon zhvillimi i thirrjes islame në trojet tona në përgjithësi, të shqiptarët në veçanti, dhe i fusin kontekst të agjendave të tyre, me vetdije ose pa vetdije të tyre. Nga mendimi i mirë që kemi për njerëzit, themi një pjesë e madhe të tyre pa vetdije, nga ndonjë urrëtie personale që ka ndaj dikujt për shkak të një ndoshta ndodhie keqe që i ka ndodhur atij me dikën prej hoxhallarëve ose xhamateve të caktuara, e ka ndërtuar një qendrim fobik ndaj atij hoxha apo atij xhamati dhe ai insiston në kundërshtim të tij, pa marrë parasysh a është i saktë i kundërshtim apo nuk është i saktë. Dhe normalisht pastaj qarqet e caktuara që kanë agjend qartë për ata në arritjen e qëllimeve të tyre e fusin në projekt. Edhe ai vazhdon me shërby agjendën e tyre, edhe pse ndoshta nuk ka ndonjë marrëveshje paraprake mes tij dhe atyre për këtë shërbim që ja bën ky atyre. Edhe normalisht janë grupi më fatkeq në këtë rast. E shërbejnë të keqen pa përfituar asgjë nga ajo e keqe, nga shkaku i mllefit apo urrëties personale ose për shkak domethënë të ndonjë momenti të hidhur që e ka përjetuar në jetën e tij. Kategoria e tretë janë ata që janë në shërbim të djallit, edhe shërbetorëve të djallit, edhe ata me qëllim futen në mesin e besimtarëve për të shkaktuar përçarje në mesin e muslimanëve dhe për të penguar çdo lloj kontributi dhe arvatje për të përafruar qëndrimet, sepse ihtilafi, divergjenca është kaderi i Allahut në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, do të vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme njerëzit. Kjo është kaderi i Allahut, që njerëzit kanë mendimet e tyre subjektive, personale, të cilat i ndërtojnë në bazë të këndvështrimeve të tyre, që i ndërtojnë bazë të fakteve dhe argumenteve, por përsëri ajo doza e individualitetit të tyre e bën që ky mendim të ketë diçka të veçantë për mendimit tjetër. Por se lufta për të kapë të gjithë për metodën e përbashkët, jo për mendimet e njëjta,
Për metodën e përbashkët është luftë e vazhdueshme dhe urdhën fetar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dhe kapuni të gjithë për në Allah dhe mos u përçani. Kjo është kërkesë, do thotë fetare. Kapemi për litarin e Allahut, për Kur'anin dhe Sunetin, për metodën, për atë rrugën e gjerë, për atë autobanin e gjerë në cilën ka hapësirë për krejt mendimet do të e pranueshme të muslimanëve. Që nga njëri shkaj dhe të tjetëri shkaj ka hapësirë për mendimet e ndryshme, të lloj-llojshme që e plotësojnë njëra tjetrën. Dhe tash, do të dikush për njerëzve i shfrytëzon këto divergjenca dhe mendimet e ndryshme brenda suazave të debatit akademik për të shënuar ato në metodologji të ndryshme, për të larguar njërin nga mesi të rësisht ekstrem djathtë dhe tjetrin nga mesi të rësisht në ekstrem të majtë. Për shembull, ushqimi i idesë të tekfirizmit është, do thotë, fillon prej kësaj, përjashto ulemat. Nga mendimi i muslimanëve, i hoxhallarëve, edhe let e ki pastaj të riun me e qu deri tek ekstremizmi i tekfirizmit, ku secili njeri që spajtohet me ty ta shpall qafir, ta anatemos ata. Dukuri e cila domethënë është e qartë për një pjesë të madhe të xhamatit, do thotë sot për sot personifikohet, do thotë, me një organizim me përmasa të mëdhaja, si ka ndodhur kjo, gjithashtu është për të analizuar, që e ka emrin domethënë Daesh, ose ata që e quajnë anglisht ISIS, ose ata që e quajnë domethënë arabisht Dawla Islamia. Normalisht ata edhe sot e kësaj dite edukimin e njerëzve, i tharëve të vet, atje e bëjnë me përjashtimin e dietarëve. Shaj dietar të mëdhej ndërto figura momentale që i zëvendësojnë ulemat e mëdhej dhe vazhdojnë ushqimin e mendimeve deviante ekstreme të tekfirizmit. Në anën tjetër e kemi njëjtë paralel me këtë luftën tjetër që insistohet shkohet në ekstremizëm liberal, kuptimin që shumë parime bazë të fesë thuhet që janë tradita arabe, s'janë përshtatshme me kompuna e Shamis për shembull. Sa shumë më rëndësi jam lot, femra muslimane as lot. Ferexha nuk bëhet llaf, që është pjesë e Islamit. Po edhe Shamia nuk është aq shumë më rëndësi. Për shembull, fjalimet të njerëzve që do të kanë emër, kanë mbiemër, kanë titull caktuar që mundohet faktisht të ofrohet një islam i cili zhvishet nga parimet dhe fundamentet e veta. Kretë këto strukturat njerëzve, ose kemi për shembull grupin tjetër të njerëzve që nuk arrin tek tekfirizmi, anatemosja, po kanë një metodë tjetër, po edhe ajo është përjashtuese ndaj hoxhallarëve dhe muslimanëve. Çdo kënd që ka dallim mendim të tij kundrejt qëndrimit që e man ai, e llogarisin bidatxhi, të devijuar në besim edhe në praktik. Dhe se ai nuk është ehli sunne wal jamaa. Edhe kështu ata një numër të madh të muslimanëve që janë sipas fitratit ehli sunne wal jamaa, po janë edhe sipas besimit, po edhe pretendimit, po ku ai llogaritën ehli sunne wal jamaa. Kush e ti ta përjashtosh, po fakt që ka rregulla përkatësia e ehli sunnetit, mirë po ti për shkak dallimit të një apo dy mesela nuk e ke të drejtën, faktikisht ka sot askush të drejtën të përjashton dikën konkretisht nga rruga e ehli sunnetit. Maksimumi që mund ta bëjmë sot na është përshkrimi i një vepre është i saktë apo është i gabuar, ama asë si na nga foltorët e xhamiave tona s'kemi të drejtën të përcaktojmë kush prej njerëzve është i saktë dhe kush është i gabuar për njerëzve, sepse ajo është proces tjetër, nuk është proces ligjerimi, edhe përshkrimi është proces i një, domethënë, veprimi konkret juridik, është domethënë lëndë gjyqësore, që gjyqi Islam është ai i cili e përcakton pastaj ky njeri mund përjashtohet nga ehli sunnet apo mos përjashtohet, ama jo puna e fetfas ose puna e ligjerimit fetar. Edhe këta janë përjashtues.
Edhe këta njëjtë, sikur se vlen për ato kategoritë e treta, tre kategoritë, edhe këtu vlen tre kategoritë. Për tyve ka njerëz që kanë edukat gabuar, për tyve janë njerëz në shërbim të agjendave të huaja dhe njerëz domosdoshmë që janë në shërbim të drejtë për drejtë me kontratë paraprake të shërbimeve të ndryshme për të marrë umetin islam për çfarë. Andaj qëndrimi e Ehlusunnetit, cili është në këtë rast, e keni dëgjuar sigurisht një fjalë që Imam Ibn Asakir rahimullahu taala në një libër të tij që quhet Tabyini Kadhbil Muftara, çarohet gënjeshtra e shpifësit, flet për rëndësinë e ulemave dhe se shpifja ndaj ulemave është gjë te i mase e keqe. Dhe ka dhënë një epitet shumë interesant, sepse përgojimi i çdo muslimanit është gjuna i madh. E përgojimi, edhe normalisht sikur se dinë ajeti kuranor, se përgojimi është sikur se të hash mishin e vllaut tan të vdekur. E tash, nëse han mish të një xhenaze, domethënë që zakonisht xhenazja prishet edhe smulja jote është automatike, nëse ajo xhenaze, ai mishi asaj xhenaze është edhe i helmum, atëherë vdekja jote është e sigurt. Andaj Ibn Asakir rahimahullahu taala e ka përdorur një term shumë interesant në këtë rast dhe ka thonë: "Wa'lam ya akhi waffaqana Allahu wa iyyaka limardatihi wa ja'alna mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatihi anna luhum al-ulama'i rahmatullahi alayhim masmumah wa 'adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'lumah لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتأ وخيم." Thot dije, vëllau jam, na dhasht Allahu sukses edhe ty që të fitojmë kënaqësinë e tij dhe na bëf për atyre që Allahu i frigohen dhe janë të devotshëm me devotshmëri të plot, se mishi i ulemave, rahmeti i Allahut qoftë mbi ta, është i helmuar. Dhe zakoni e Allahut njerëzit që mundohen t'i nënshmojnë ulemat është që t'ua qerë perden e mbulimit të gabimet e tyre dhe se goditje e dietarëve me gjëra që ata janë të pafajshëm prej tyre është çështje e madhe dhe shpifja dhe trillimi ndaj tyre është përfundimi në ka shumë të keq. والارتكاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتياب وسب الأموات جسيم dhe se bërja e asaj që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga përgojimi dhe sharja e të vdekurve është mëkat i madh. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Dhe pastaj citon ajeti kuranor ku Allah thotë le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka për t'i godit ata, do thot goditje e rëndë, musibet, fatkesi, dhe se ka mi godit ata dënimi Allahu subhanahu wa taala. Andaj Ibn Asakir në këtë libër i parë që ka përdorur këtë term, mishi i dietarëve është i helmuar. Dhe ai që i përgojon dietarët, automatikisht përfundimi i tij është çka nënshmimi në këtë dynjë dhe vdekja e zemrës së tij nga kuptimi i të vërtetave fetare. Dhe ne, si xhallar të ri, nga takime që kena pas me njerëz në botën islame në përgjithësi, dhe të na e kemi kuptu qartë se gjithë ata që e kanë marrë guximin tallen me dietarët dhe të kundërshtojnë ata vende pa vend, duke i nënçmu ata, duke i përbuz ata, duke i nënvlerësu ata, duke i llogarit pa vlerë ata në aspektin e dijes, e guximit, e devotshmërisë, e largpamësisë, e kështu me radhë, zakonisht ata Allahu i ka dënuar me nënçmim dhe devijim nga feja Allahu subhanahu wa taala. Zakonisht kjo ka qenë përfundimi i tyre. Pse? Se e kanë marrë guximin të përgojojnë jo një njeri thjesht, këtë rast një njeri që e ka marrë rolin e trashëguesit të pejgamberëve, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht është dilemë goxha e madhe se sa sot hoxhallar të caktuar e kanë të drejtën të thirren në trashëgimtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kjo dilemë nuk zgjidhet me
lejimin ose lehtësimin e përgojimit të tyre. Përkundrazi, kjo mund të korrigjohet me një kusht vetëm nëse na e rrisim kualitetin e kuptimit të fesë. Ajo që është dëshira jone e flakt si hoxh, që xhamati, hoxhallar para së gjithash të ngrisin nivelin e debatit akademik, të rrisin nivelin e kulturës së përgjithshme, të rrisin nivelin e diturive që kanë, që debati pastaj në vend se kalon në ofendime dhe në çmime, në etiketime dhe kualifikime, të jetë debat i parimeve, i fakteve dhe argumenteve dhe në prizmë dhe konform në përputhje me objektivat e mëdha të shariatit islam. Andaj, për me hek muhabetin që ndodh në rrjetet sociale, për shembull, dikush ta shan hoxhën edhe ti më njëherë ta shash, atë ku thon ta shan, ai ta kritikon, ti ta shash kuptimin e parë të fjalës me shah, kjo më nuk është debat. Kjo nuk e ndihmon jetën e rehatshme islame. Kjo nuk e ndihmon zhvillimin e devotshmërisë të na.